Që të mbrish në gorë, duhet kalësh më parë të tjera emrat të njohur. Tash më të ftohur nga prag dimri që po troket gjithnjë dhe më këmbgulje. Makina e tunelit rrugton në fillim për krah shkumbinit. Kalon qafën e thanës. Derisa shfaqet edhe liqeni i ahorit, giganti madh dhe i përgjumur. Jemi ende në fush, por se thëllimi që e dim që do të na pres në gorë, nis të ndjehet që këtu poshtë. Në atë lagjet vjetër që vendasit e quajnë Maliq fshat. Banorët e Goxhës janë më fatlum se bashkëfshatarët e tyre të malit. Ndejna thonë se dimri është disi më i durueshëm. Një teqe e vjetër, tani e rindërtuar, edhe një pus po aq i vjetër ruajnë udhëtarët e pak që kalojnë këndej parë. Si është zakoni? Po shkojnë makinat, gjërë mos kthehen që të hedhin para, nuk shkon asnjë makinë nuk shkon. Edhe neve ndezim akşam për akşam qirinj, tenjtë të premteve ndezim. E kemi si për pishuj në këtë pus. Është shumë mirë. Ure poshtë. Rrugë dhe lumë. Kështu do të vazhdoj udhëtimi ynë drejt maleve. Devolli dhe vezullimi i tij nuk do të na ndahen për gjatë gjithë udhëtimit. Na bën përshtypje një makinë me targa të Tiranës. Pasagerët e saj na rrëfejnë se janë banorë të Tiranës, që shkojnë shpesh në fshatin e tyre të origjinës, bashkë me miqtë e papritur. Dhe mbasi lahemi vazhdojmë udhën për më lart. Këtu jemi në Barangat. Kështu e quajnë gorarët qendrën e komunës me 18 fshatra,
ku ende banojnë afro 4.000 banorë. Emri Barangat ka mbetur nga koha e pushtimit italian. Vetëm atëherë këtu nisën të ngrihen ndërtimet e pakta në fushë. Tani nuk është gjë tjetër, veç se një përzierje e çuditshme shtëpish që krijojnë këtë qytet fshat. Na duhet mbërthehemi fort pas shkëmbive të rrugës së Pierrët malore që të çon në Strelc, një nga fshatrat më të mëdhenj të Gorës. Nga xhadeja kryesore duhet bësh ca orë të mira që të mund të krijosh më në fund një imazh të vërtet të bukurisë së Strelcës, të fshehur në male. Nga vetë fshatarët do të marrin vesh se sa e holl është fija e shpresës që i mban ato ende këtyre gërgjeve. Si është jeta gjatë dimrit që po front? Jeta këtu gjatë dimrit është po thua është shumë e vështirë, sidomos për të fshat, se është një fshat malor që tash pjesërisht merren në fjalë me blegtorin, se punë tjetër për dimër këtu nuk ka. Ç'është bën gjatë dimrit? Vetëm vetëm atë, nuk ka punë tjetër. Nëse bllokon të bora pas ata, se këtu bie të bërë shumë. Bllokohet shpesh rruga? Po. Rruga tash vetëm që janë këto mjetet e fshatit. Janë 3 makina ato që merren me fjalë, që çojmë fshatarët edhe i sjellin. Kurse me punë tjetër pastaj nuk ka. Se gjatë, s'ka bën.
Si e qënë? Po mirë, më bërë, mirë. Si është jeta në Gorë? Po mirë, më bërë. Si fshat. Ta fëmijë ke? 5 kam të lotë. Ku i ke këtu në Gorë apo kanë lëvizur? Po një më shkojnë Tiranë. Djallën e vogle kam këtu. E 2 çupa i kam këtu, një kam në Gorë. Ku i ke djemt, vajzat, i ke martuar, i ke qërë gjëkundi? Një, 2, 3 kam nga Tirana. Qikon nga Gjaxhi. Një shkoj të të vetës. Po si është ngrirë që mëngjes do bësh që do vesh në baktia, do rregullosh fëmijët, jo punë të shtëpisë, do dësh bukë, do fshish, do lash, prap do mbyllish baktin, do të ushtiesh. Këto kemi në punë të fshatit, këto janë. Që ku ngrihesh, dhe sa bie, gruaja fshatare këtesa. Sa fëmijë ke? 2, vajzë e djerë. Çunin e kam 5 vjeç, vajzën 4. Jo, në kopsht. Burri i në shtëpi. S'kemi punë, e atoja me bleftorin. Po ti do ikësh në fshat? Do ikim. Pse do ikësh? Tu s'ka. Që bashkëtar ikin edhe kështu do ikim. Po e tjetër. Nuk rregullohet më këtu? Ikin tërë edhe. Po të ketë një ashtu, mirë është po. Po të pëlqen këtu të shkosh? Mua, në Tiranë. Tani, po të diskutojmë të problemet e fshatit, ky fshat është shumë, ka qenë shumë fshat i bukur, me ujë, me tokë, me të gjitha. Tani këto kohët e fundit, domethënë këto 10 vjet e fundit, nuk vjen fare dorë nga shteti. Domethënë nuk punohet fare, kështu që fshati është drejt dërgadimit. Fshatarë të zhgënjur nga gjendja që është, ikin të largohen në Durrës, Tiranë, dhe atë janë të zhgënjur se bëjnë punë ndërtimi, punë domethënë të zeza. Asnjë punë s'është e qartë, domethënë që të ecin në jetë njeriu. Këtu komuna merr votat, asnjë gjë të jetë pozitive që të ecë fshati, për shembull që të kemi një të ardhme. Ç'mund të bënte shteti? Ç'mund? Shteti mund të bënte këtë, që të jepte një ndihmë, domethënë që të merresh blegtoria, të blesh një mekanik, një traktor, diçka e tillë që të ecë domethënë bujqësia dhe blegtoria paralel. Këtu s'merret asnjë gjë, domethënë është në ishtje, çdo gjë është në ishtje. Kështu që gjithmonë do ketë vetëm prapësira. Domethënë nuk besoj që domethënë që të jemi i qetë që mund të rregullohet diçka këtu. Ke fare shpresë? Asnjë shpresë fare. S'ka shpresë. Shpresa tek nesh e venitur dhe bile po e ti kështu do ketë shumë probleme domethënë për bukën e gojës domethënë diskutohet. Fshatarët vjen në Greqi, andej ata trajtojnë keq se kush të pyet. Vijnë prapë këtu domethënë sa shkroi bukën e gojës. 6 muaj zhdimër. Domethënë nuk punon fshatari dot këtu, është detyruar tash të rri 6 muaj, prapë fillon përsëri punën, po çfarë punë vetëm me kazm dhe me drapër, domethënë jemi këtu në kohën e Stalinit. Kamu nga shkolla po vini? Qa klasi? 6. Të 3 klas 6?
Një nga pjesëtarë të grupit tunelit është nga Strelca. Atos, kjo është shtëpia imja. E Qemoti, kam 10 vjetë që nuk kam ardhur në të shtëpi, nuk kam marrë shumë malli, këtu nuk rri me njeri. Dhe kam braktisur. Shtëpia e të parëve ti ka vite që është braktisur. Shokët e mi, jam të një televizion. Këndej mbi male, i ftohti dhe errësira vinë shpejt. Marrim rrugën e kthimit edhe nisemi për në Lozhan, të cilin arrim ta shohim vetëm në muzikë. Në mëngjes na shoqëron bujar Kadillar, kryeplaku i Lozhanit. Pleqë tonë kam patur tradit gurin që në kohët e lashta, një xhaxha dhe plaku im që të dy, Mustafa Kadillari dhe Faik Kadillari, kanë qenë mjeshtra të gurit, shkonin punonin edhe jashtë rrethit, edhe në rrethet tjera, kanë punuar, ishin të mirë pritur kudo.
Qa bëni me? Ha, po dhe ti cës në të shëmë pare. Mire, si një qikteja. Si duke. Ka vist. Bashkë me bujarin, mundohemi të kuptojmë diçka më tepër nga ky mëngjes i zakonshëm i Lozhanit. Makina e mbledhjes 3 plus 4 7, 5 plus 4 9, 4 plus 4 8. Makina e shumëzimit 3 me 4 12, 6 me 4 20. Unë jam kryeplaku i fshatit, kam rreth 6 vjet, jam kryeplaku aktual. Fshati jonë përbëhet rreth 350 frymë. Është një fshat i pasur faktikisht, me blegtori, me pemtore, me toka. Ka nevojë për infestime nga shtetja, nga ndonjë shoqata, për ujëra, për ujë për vaditje. Ka nevojë kryesore për rrugën, që të vinë maqinat këtu për të hequr prodhimin e këtij fshati. Edhe largimi që bëhet nga ky fshat që kanë atë piksionimin për të shkuar në qytet, e kanë më tepër jo se ju pëlqen më shumë se qyteti ka edhe tymra, ka edhe ajër jo të pastër si këtej, se këtej është ajri më i pastër faktikisht, po e kanë nga kjo se po s'erdhi maqina, po s'ushit malli, po s'pati transport, detyrimisht ekonomia e fshatit bie gjithmonë.
I ftohti dhe balta janë shtuar. Një pjesë të rrugës bashkë me miqtë tanë vendosim ta bëjmë mbi kuaj edhe mushka. Ejtë, Sara. Poshtë ka nisur të vezulloj fushë. Shpresojmë të jetë disi më ngrohtë.